Vendimi i Ministrisë së Brendshme për ndalimin e përkohshëm të monopatinave ka hasur në kundërshtimin e qytetarëve, të cilët pretendojnë se nuk janë informuar për këtë vendim. Të rrezikshme se po shohim për ditë aksidentet edhe derisa ato e dhanë që për ti mos i përdorin, duhet të heqin. Policia nisi këtë të hënë aksionin kundër monopatinave dhe bllokoi të gjitha mjetet që qarkullonin në rrugë. Përdorësit e monopatinave e cilësuan të padrejtë bllokimin e mjeteve. Mirë është me heqja nëna se dëm për qytetarët, për ne. Të shumtë janë qytetarët që kanë përshëndetur vendimin, pasi i cilësojnë monopatinat si rrezik për jetën e përdoruesve, por edhe të kalimtarëve në rrugë. E bën shumë mirë për atë punë. Është shumë të rrezikshme. Sot rrezikojnë veten e vet, pastaj edhe qytetarët rreth parë. Pengesë shumë e madhe për gjithë popullin që janë me makina. Sipas të dhënave zyrtare, për vitin 2024, janë 991 raste të raportuara nga urgjenca për aksidente me monopatina. Mes këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete dhe dëmtime shumë të rënda.